90 deputet të pranishëm kanë qenë në sallë në vazhdimin e seancës së sotme. Kryesuesi i seancës së Kuvendit Avni Dehari sërish hodhi në votim komisionin për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për krijuën e ri të organit ligjvënës, i cili dështoi të marrë votat. Nga 90 deputetët e pranishëm, 53 vota ishin për, 1 kundër dhe 1 abstenim. Dehari ndërpreu seancën dhe njoftoi se e radhës do të jetë me 27 maj. Edhe nga kjo konferencë këtu i bëjmë thirrje, i bëjmë ftesë që të reflektoj. Qytetarët e Kosovës nuk kanë votuar për blokadë. Qytetarët e Kosovës kanë votuar për të ndërtuar institucione të reja, të cilat do duhet të ballafaqoheshin me sfidat e qytetarëve tanë. Fatkeqësisht, asgjë nuk është duke ndodhur, i bëjmë edhe një herë apel që të reflektoj në mënyrë që të ecim tutje. Faleminderit shumë. Me thonë drejtën nuk besoj që do të kenë ndonjë ndryshim, vetëm nëse koalicioni që ka fituar më shumë të vota ka ndruar së ndrem, ka ndruar kandidatin, për ndryshe vendimet e Partisë Demokratike nuk ndryshojnë kandidatja e propozuar nuk do të përrejtë. Apo ka ndonjë bisedim të paktën për kaluar nga ky ngërç pas asaj? Me sa unë kam informata nuk ka kurrë bisedimi, kurrë iniciative nga ata që do të marrin dorë iniciativë. Edhe një pyetje e cila nuk lidhet me kuvendit, e kemi parë që Serbia ka lëshuar urdhër arrest për një zyrtar policisë Kosovës, si e konsideroni këtë pas një ngjarje që ndodhi në veri të Kosovës, me qenë se keni qenë drejtori i policisë Kosovës? Po shka me prit për një shtetë armik, përveç se gjëra tilla, mendoj që policia e Kosovës do ta kryejë punën që ata e kanë mandat dhe mos brengosen fort se çka bën Serbia. Serbia është një shtet jo miqësor ndaj Kosovës, është një shtet armiqësor. Dhe ne duhet të bëjmë maksimumin që kudo në Kosovë të ketë rëndë dhe gjallë tjetër. Javësh kur nuk votonin raportin verifikues të komisionit për verifikimin e mandateve, që bllokoi për disa seanca me radhë procesin e ecjes tutje, njëjtë bën dhe sot, pra njëjtë siç kanë bërë dhe për shumë seanca radhazi duke vazhduar blokadën e konstituimit të kuvendit, ndërkohë që e kemi parë që vazhdimisht i kanë arsyetimet e njëjta, por ne siç kemi qenë në fillim jemi dhe sot të gatshëm që t'i përgjigjemi kërkesës për votim duke votuar pro këtij formimit të këtij komisioni, sepse mendojmë që shumë e rëndësishme që të dalim nga kjo blokadë dhe të ecim tutje me konstituimin e kuvendit fillimisht dhe pastaj dhe kalimin në procedurat e radhës. Kemi parë që s'ka pasur reflektim prej këtyre partive opozitare, pra cilat po vazhdojnë ta bajnë edhe më tutje qëndrimin e tyre të njëjtë sa i përket mos pjesëmarrjes në votim fare, meqense e dim që kjo madje nuk përkon fare as me atë çfarë thuhet edhe në aktvendimet e gjykatës kushtetuese, pra kur decisivisht kërkohet prej deputetit që në këtë proces konstituimi duhet të ketë qëndrim dhe marrje pjesë në votim, dhe janë pikërisht këta deputet të këtyre partive politike të cilët zgjedhin të mos marrin pjesë fare në votim dhe të kontribojnë edhe më tej në vazhdimin e kësaj blokade që tashmë për javësh është shkrijuar në kuvend. Po? Cili është ai qëndrim? Ka një ndryshim të qëndrimeve prej partive opozitare, prej deputetëve, pse nuk po ndryshoni qëndrimin pas parasysh që sipas deklarimeve të përfaqësuesve të partive opozitare, nëse ju lëvizni do të lëvizni ata. Cila duhet jetë lëvizja jonë? Shiko, unë nuk e kuptoj atëherë pse ne duhet i nënshtrohemi një procesit të tërë zgjedhor, prej cilit duhet ta presim kush do dalë fituesi dhe si i tillë fituesi ta ekzistojë të drejtën për të propozuar kandidatin e vet për kryetar të kuvendit. Kjo është e drejtë ekskluzive e lëvizjes vetëvendosje dhe sigurisht ne nuk mund të funksionojmë me këto lloj kërkesash të partive opozitare, sepse të njëjtat më pastaj në procesin e radhës do t'i propozojnë kandidatët e tyre për nënkryetar, për cilët edhe ne mund t'i kemi dilemat e tona, por s'do të bllokohemi sepse do t'i respektojmë si kandidat të propozuar nga subjektet e tyre politike. Pra, unë nuk mendoj që është problemi tek emri cilin po e propozon lëvizja vetëvendosje, unë mendoj që kjo është vetëm një arsye për cilën, pra pas së cilës po qëndron opozita duke thënë që ne nuk e votojmë zonjën Haxhiu dhe si rezultat nëse po doni të ecim përpara ndryshojeni emrin.
Po, ne nuk mund të futemi në këto lloj kërkesash të partive opozitare, sepse jemi subjekti që ka fituar zgjedhjet e 9 shkurtit me 42% dhe e kemi të drejtën ekskluzive për të propozuar kandidatin që ne brenda organizatës dakordohemi që t'jetë ky kandidate që në këtë rast është Zonja Haxhiu. Kështu që nuk mendoj që kjo është arsye për të thënë që ju po kërkoni nga ta tërhiqen, po tërhiqeni vetë, sepse madje kemi parë që partitë opozitare, në këtë rast PDK-ja vazhdimisht ka thënë, ka shtuar listën e personave të cilët ata nuk janë të gatshëm t'i votojnë, që do të thotë që nuk është problemi tek Zonja Haxhiu, thjesht problemi është që ata nuk po duan të ecin përpara me konstituime të mbrim deri tek procedurat e tjera, sepse thjesht po duan ta mbajnë edhe më tej të bllokuar institucionin më të rëndësishëm vend, duke mos marrë pjesë fare në votim dhe duke vazhduar arsyetimet e njëjta për javë tashmë, në vend se tashmë të votonim dhe të ecnim përpara dhe vendi t'i kishte edhe institucionet funksionale.